Unë e mirë nga që një vjetë me muzikë. Kum fillu s'pari herë me kovera në Instagram, pastaj kum dalë edhe në TikTok, e masani ja kum nis me këngë kështu ma profesional. Ti po thu që ke fillu me kovera, cili ka qenë koveri i parë që veç e mon men që ka shku viral, se tash ditë dhe cili shkon viral, që ajo është ma mirë dhe ta jep krahun për me vazhdu ma tutje. E moj men që kum knu një kovert të këti Adnan Dace, qa me bëhe du me zemër, se ka knu dhe një qik, para meje, u pa të bë viral, edhe më ka pëlqy edhe mu, edhe unë e pa ta qit njajt. Tane që shtoren, i kum ba. Na i kovert tjetër, mos shtina me knut Adnanit, bile. Po s'po di, ka pas plot, po edhe nuk i maj tashmen. Okej, apo na këna pra që do të Adnanit, bile, dhe pse na shtaf me njëherë mas kongës parë me vazhdu me një kongë dytë, po besoj që është kongë e mirë edhe mundet me ishte dhe më shku mirë edhe kjo apet. O ju shok, jam botok, pa dashnis po marok, s'jam tu mujt, n'ka me nejt, kjo dashni jam lujt i krejt. O qa me bo e du me zemër, kjo dashnia nuk është veç një emër. Qa me bo, o i shoqni, m'kalli flok, kjo dashni. Faleminderit. Motis pas arreshu blok vertikal. Faleminderit shumë. Nuk e di pse zonin të ngjashëm pak me artistat turk. Në gjyrën e zonit pak ma të rëndë, qysh, jo ta mën qysh e na mësuna me ingu këngëtarët në Kosovë. Po tonin e zonit e kam pak ma të rëndë, kështu. Po mu më pëlqen që e kam qështu, se është pak ma rralla den që kjo tani zonit. Po edhe të hollët, edhe kështu sa që më kish pengu, po mirë, sa është keq.